Vetëm pak orë para prajmit të së martës, kurioziteti se kush do të largohet në këtë pikë të lojës me Saldos, Gjestit, Jozit, Valbonës, Laertit, Shkëlzenit dhe Viserlës është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet dhe numrin më të lartë të votave për të larguar e ka Jozi me 816 vota, i ndjekur nga Viserlo me 563 vota. Më pas Laerti dhe Valbona si konkurrenti vetëm me 137 vota, të ndjekur nga Aldo me 104 vota, Gjesti me 74 vota dhe në fund Shkëlzeni me 72 vota për të larguar. Por pavarësisht këtyre rezultateve, ai që do të largohet është Viserlo, sepse është produksioni ai që vendos. Dhe Viserlo nuk ka më se çfarë të jap në shtëpi, edhe debatet e tij janë bërë të lodhshme. Kujtojmë se këta banorë shkuan në televotim ditën e 8 marsit, ku vëllai i madh vendosi që në televotim do të shkonin vetëm djemt dhe vajzat të ndarra në 2 grupe duhet të shpëtonin nga një djalë në unanimitet. Por vetëm një grup i vajzave ra dakord dhe ai që shpëtoi është Kelly.